نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا ترفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء كلها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe të përzgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Amin. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem ashtu siç është lutur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe them: O Allah, o Zoti ynë, na jep neve devotshmërinë që në nevojitet, na e pastro shpirtrat dhe zemrat, se ti o Zot i ke në dorë. O Allah, o Zoti ynë, kërkojmë mbrojtjen tënde që të na ruash nga ajo dije që nuk bën dobi, nga ajo zemër që nuk friksohet ty, nga ato sy që nuk din të lotojnë, nga ai tip që kur nuk ngopet dhe nga ato lutje që nuk ngjiten tek ti. O Allah, na ruaj për këtyre gjanave, ja Rabbel Alamin. Allahun xhalla xhelalu i lutem që t'i fal besimtarët dhe besimtaret, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Allahun xhalla xhelalu i lutem që këtë takim dhe këtë tubim ta bëj të bekuar dhe të mëshiruar. Allahut i lutem që mbi ne të realizohet premtimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: sa herë që besimtarët mblidhen diku për hir të Zotit, për të lexuar Kur'an ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësoj zemrat tona dhe shpirtrat tonë. Do të rrethohen nga melajket e Zotit, lut Allahun që bashkë me ne në këto momente të jenë dhe melajket e Zotit prezent. E Allahu xhalla xhelaluhu siç janë në tokë i përmend atje ku është ai. Lut Zotin e Madh që të jemi ne të gjithë pa përjashtim për aty në njerëzve që e meritojnë këtë shpërblim tek Zoti i gjithësisë, e që kur çohemi nga ky vend, dikush të thrasi pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjithë ato këqija që keni pas, Allahu ka kthyr sevape. Allahu na bëfë këtyre njerëzve. Amin. Siç edhe e lançuam gjatë mbrëmjes së kaluar, tham se do të jetë tema për cilën do të flasim sot, rini me vlerë. Faktikisht, tematikat që do të trajtohen aty janë tematika që prekin gjithë njerëzit. Prekin ata që janë dhe përpara moshës së rinisë, po prekin edhe ata që janë mbas moshës së rinisë. Mirëpo u mendua që të jetë titulli kështu, se i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu kësaj kategorie dhe këtij grupimi i ka kushtuar rëndësi në Kur'an. Sa e sa herë flitet në Kur'an për rinin, aq shumë i kushtohet rëndësi rinisë në Kur'an, saqë Zoti i Madh na e ka bërë si sunet dhe diçka të pëlqyeshme që në çdo ditë xumaje, siç është dita e nesërme, që të lexojmë një kapitull nga Kur'ani që quhet Suratul Kahf, kapitulli i shpellës ose mbi shpellën. E gjëja e parë që tregon Zoti i Madh aty ishte ngjarja
e djelmoshave, të cilët sakrifikuan gjithçka për fenë dhe për besimin e tyre. E kështu i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an herë mbas here tregon momente se si rinia ka qenë mbështetësi dhe përkrahasi dhe ndihmuesi më i madh i fesë dhe pejgamberëve. E mos më fol pastaj për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e trajton në rinin me delikatesë, saqë vetë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës tij ka pas takime të veçanta me rinin, ku i veçonte nga takimet me njerëzit e tjerë, sepse mënyra se si rinia e do muhabetin dhe e do fjalën në shkret tjetër nga pjesa tjetër e shoqërisë, qofshin ata fëmijët apo qofshin ata pleqt, rinia ka trajtim më të veçantë. Edhe është shumë interesant fakti se rinia në Islam ka dy momente interesante. Ka një periudhë shumë të zgjatur kohore, nuk është ajo që për shembull neve mendojmë mendjen tonë në rinia nga 15 deri tek 20. Jo, rinia në Islam është shumë e gjerë si koncept. Rinia në Islam fillon me moshën e pubertetit dhe mbaron me moshën e pjekurisë. Pra nga mosha, le të themi 13-14 vjeç dhe mbaron me moshën 40 e sa vjeç. Ndërsa një koncept tjetër i rinisë në Islam është se rinia nuk mbaron kurrë. Se rinia e vërtetë është rinia e shpirtit dhe e zemrës. Pra nuk kanë bëjnë thinjat, as nuk ka të bëjnë numri i viteve me pleqninë e vërtet. Mund ta gjesh dikë i cili është në kulmin e rinisë, mirëpo jeta e tij dhe sjellja e tij janë aq të thara, janë aq të vyshkura, aq larg realitetit, saqë kur të ishte një plak, po i cili thjesht duket si një çun i ri apo një plak e cila duket si një vajzë e re, si një gocë e re. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam kur përmendi 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit Allahut ditën e gjykimit, thotë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Dhe një pjesë e mirë e këtyre kategorive të përmendura në këtë hadith tregojnë se o do të jetë personi i ri në moshë ose ka pas një edukim të mirë në rini. Për shembull, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Shabun nasha'a fi ibadatillah." I riu i cili e kalon në rinin e tij në adhurimin e Allahut. Ose thotë për shembull për djaloshin i cili ftohet nga një grua, nga një femër e bukur dhe e pasur, dhe ai thotë: "Jo, se unë i friksohem Zotit, ka të bëjë me rinin." Pastaj nëse do të shohim për shembull udhëheqësin e drejtë, një udhëheqës nuk mund të jetë i drejtë nëse nuk ka pas një rini të mirë dhe të edukuar mirë. Ose nëse do të shohim për shembull wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, dy njerëz që janë dashur për hir të Zotit, Allahu i ka bashku e me emër të Zotit janë nda kur janë nda. Pra shumica e këtyre kategorive tregojnë se njerëz që kanë kaluar një edukim të mirë në moshën e rinisë. Unë, siç e thash, është prononcuar këtu fjala rini me vlerë, sepse na intereson shumë që të rregullojmë rinin në mesin tonë. Sepse nëse rregullohet rinia, është rregulluar shoqëria. Nëse bie rinia, ka rënë shoqëria. Për këtë arsye, është menduar që të jetë ky titull pavarësisht se problemet që ne do të trajtojmë janë problemet të gjithë njerëzve. Po mos shumti që shejtani ngacmon ndër shtresat e shoqërisë është rinia. Pse? Sepse rinia ka aq forcë, aq energji, saqë mund bëj shumë, mund bëj revolucion, mund bëj kthim, mund bëj ndryshim të historisë. Për këtë arsye, kujdesi dhe një rini e mbar dhe e ruajtur nga problematika të caktuara, me shpresën e Zotit do të ketë efekte pozitive për gjithë ne, insha Allahu Taala, me shpresën e Zotit Xhella Xhelaluhu. Jam munduar që them, rinia do të jetë me vlera të mëdha atëherë kur rinia e kupton mirësinë e Zotit, të jesh i ri, dhe e shfrytëzon atë mirë dhe e ruan veten nga gjërat që prishin mbarsinë e rinisë. E
kupton vlerën që i ka thënë Zoti, se ti je i ri dhe ti jetosh si i ri, nuk është diçka që përsëritet. Për këtë arsye një nga pyetjet që do t'i bëjë Allahu xhallal xhelalu robit ditën e gjykimit është wa shababaka qabla haramik. Një nga pyetjet që do i bëjë Zoti robit ditën e gjykimit është rininë e tij si e ka kaluar. Do të jetë një pyetje për jetën përgjithësi, po do të jetë një pyetje e veçantë për kohën e rinisë. Pse? Atë që mund bëj njeriu kur është i ri, nuk mund ta bëj kur është në pleqni. Tani të themi gjërat ashtu siç janë. Llogaritë ti për shembull kur të ndodh ndonjëherë në haxh, ke të bësh në haxh me çuna të ri, mashallah, s'lejn pikë dhe presje të haxhit pa bë. Vjen një grup pleq për shembull në haxh. A bëhet, a s'bëhet, kush t'i gjuj gurt për mua, apo ti gjuj e tje vujt tje probleme se s'kan faja, është mosha ajo. Nuk është faji tyne, po ideja është, ky është një rast konkret. Pejgamberi i Zotit sa sem, një vit përpara se më ndroi jetë, një nga punët më të rëndësishme të jetës së tij, ja lën në mbikëqyrje një djaloshi 17 vjeçar. Një 17 vjeçar do të ishte udhëheqësi i ushtrisë e cila do të çlironte më vonë Shamin, Sirinë e sotme. Ai besohet një ushtri në brendësi të cilës kishte me qindra sahab, shokët Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Madje edhe për atyre që ishin moshë shumë të madhe dhe që kishin nejt shumë pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka të bëj. Kjo është punë aftësish dhe energjish. I riu duhet ta kuptojë se i ka dhënë Zoti xhallal xhelalu një mirësi dhe një begati që po nuk e shfrytëzoi, i fillon shpina, e ka reumatizma, jo po tensioni i lartë apo tensioni i ulët, e ku dëgjon probleme të tjera që thot një as sikur të isha 1 orë. E çfarë do të kisha bërë? Shfrytëzimi i saj mirë do të thotë sukses në të ardhmen. Thuhet në transmetime të sakta se kur është ankoruar Amia në brigjet e Stambollit, Konstantinopolis asaj kohe, është hedhur Ebu Ayyub el-Ansariu radhiyallahu ta'ala anhu nga maja e Amias në tokë, do të thonë nga kuverta në tokë. Dhe janë habit njerëzit që ishin me të, ishte 90 dhe sa vjeç radhiyallahu ta'ala anhu. I thanë o filan, si ka mundësi që ti të hudhesh kështu, edhe mashallah shumë mirë. Tha tilka jawarihun hafidhnaha fi shababina fa hafidhaha Allahu fi haramina. Tha janë këto gjymtyrë që ne i kemi rujt kur ishim të rinj, e Zoti nuk na tradhton në këto momente. Pra është mirësi dhe begati e madhe. Dhe i riu do ta kuptojë se i ka dhënë Zoti xhallal xhelaluhu një fuqi shumë të madhe dhe energji shumë të madhe që nëse e përdor për hajër dhe për mirë, ka për të pas hajër të madh dhe bereqet të madh. Ai vetë si individ, familja e tij edhe shoqëria në të cilën ai jeton. Ta shfrytëzoj atë sa më mirë. Mirë po që ta shfrytëzoj i riu, rininë e tij sa më mirë, duhet që patjetër të jetë në mezhlise të tilla si puna e këtij mezhlisi. Mezhlise ku përmendet Zoti, ku përmendet ahireti, ku përmendet xheneti, ku përmendet xhehenemi. Mezhlise ku përmendet madhështia e Allahut xhallal xhelaluhu, madhëria e tij. Gjëra që e bëjnë të riun të mbushet me diçka tjetër ndryshe nga ajo që i ofrohet jashtë mezhliseve si ky mezhlis. Dhe e fundit fare, si pikë, duhet që i riu të largohet nga problemet në mënyrë që të ketë një zhvillim të shëndosh. I riu është si puna e bimës, cilën e ka zonë një ras, guri. Ajo bima do të rritet, do të zhvillohet, po do të rritet me shtrembërime dhe me probleme. Atëherë neve na duhet që këtë ras, problemesh, ta largojmë në mënyrë që filiza të rritet mirë dhe të bëhet sa më e shëndetshme dhe e shëndosh. Dhe kjo arrihet atëherë kur ne kujdesemi për 5 gjëra. 5 gjëra, jo më shumë. 1. Kur kujdesemi për
pjesën e doktrinës dhe besimit. Kur kujdesemi për pjesën e adhurimit dhe përkushtimit, kur kujdesemi për pjesën e brendshme psiqike të riut, kur kujdesemi për anën e tij dhe pjesën e tij shoqërore dhe anën e tij dhe pjesën e tij morale. Dhe unë do të mundohem inshallah taala që fjala ime të jetë pikërisht në këto 5 pika. Unë e di që në pikat që ne do të përmendim do të prekemi të gjithë. Po lut Allahun e madh që na bëj dobi të gjithëve pa përjashtim. Kujdesi në çështjet e doktrinës dhe të besimit. Që do të thotë, ne jemi dëshmitar të faktit se kemi të bëjmë me një fe të mrekullueshme të Zotit që quhet Islam. Dhe kjo fe e mrekullueshme e Zotit xhalla xhelaluhu ndërtohet mbi Kur'anin famëlar dhe mbi traditën e bekuar të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në dritën e asaj që na e kanë sjellë të parët tanë prej tabiinëve, tabiinëve, katër imamëve të mëdhëbeve, kështu me radhë deri në ditën e sotme. Mirë, po çfarë ndodh? I riu duke qenë se është i ri, duke qenë se lexon shumë, duke qenë se dëgjon shumë, duke qenë se rrin me lloj-lloj takimesh, lloj-lloj muhabetesh apo Facebook-u ku dëgjon etj, mund që të preket në çështjet e besimit të tij dhe mund t'i vinë dyshime dhe dilema për fenë dhe për besimin e tij. Hapja e madhe ka të mirën e vet dhe të keqen e vet. E mira vetë është se njeriu është i lirë për të lexuar gjithçka, për të parë gjithçka tjetër. E keqja është se njeriu mund të infektohet pa e kuptuar. Si puna e dikujt që del në rregull mëngjes nga shtëpia e tij, takon një njeri i cili ka gripin e pulave apo gripin e derrit, dhe kur kthehet në shtëpi darkët, kthehet me virus. Ndërkohë që kur ka ik shnoshe mirë. Dhe për problemeve që godasin rinin, them rinin, po unë them edhe mosh më të madhe apo mosh më të vogël, është dyshimet që i vinë të rijut në lidhje me Zotin. Për shembull, unë duke qenë se jam hoxh edhe njerëzit vazhdimisht vinë dhe shprehin shqetësimet e tyre, në shumë raste mund vinë çuna gjimnazi apo çuna universitetesh dhe thonë na vjen ca menime në kokë, po na vjen keq për këto menime që kemi në kokë, po ndjehen keq. Ndonjëherë ndonjëri prej tyre vjen duke u dridh. Ndonjëherë ndonjëri prej tyre sqan prej marakut, prej marazit që ka, se thotë po vjen ca menime për Zotin e ku dëgjon etj dhe ndihet shumë keq. Faktikisht ky është një problem jo i ri. Ky është një problem që ka ekzistuar që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i kanë ardhur dhe janë shqetësuar dhe janë ankuar njerëzit për probleme të tilla, e ka prit me buzëqeshje. Erdhën tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thanë: "Ja Rasulullah, inna lanajidu fi anfusina ma nata'adhamu an natakallama bih." Thanë pejgamberi i Zotit, na vin ca menime në kokë që e kemi shumë të rëndë t'i themi, jo mo t'i menojmë. Aq keq ndihemi. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam e priti gjithë situatën me buzëqeshje. Thanë pejgamberi i Zotit, çfarë zgjidhje ka? Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që u bën një pyetje tjetër, që ato i bonit ndjehen edhe më keq akoma. Qala aw qad wajadtum dhalik, tha me të vërtet keni mendime të tilla? Thanë ata me veten mos. Tani që thapi me të vërtet, do thotë ne si kemi musliman akoma. Thanë ata pejgamberi i Zotit, me të vërtet i kemi këto mendime, po më mirë të jedhemi nga mali se sa ti kemi këto mendime në kohë. Aq keq ndiheshin. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhalika sarihul iman. Dhe në transmetim tjetër, alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila waswasa. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është argument se imani është në kulmin e tij. Falënderimet i takojnë Allahut që kurthet e shejtanit për ju thjesht i ka kaluar në vezvese, ngacmime mendore. Pra shejtani e ka humbur betejën me këtë person, cilin e ngacmon, po si është Zoti, po si mund të jetë Zoti, po si qysh tek, por a është asosh, po si janë me lajket, a ka, s'ka, po kush i ka pas, janë pa dyshime për ahiretin, po kush është këty pranë. Gjitha këto mund t'i vinë kohë për shejtanit të mallkuar. Sepse shejtani nuk ka pushime siç keni ju në Zvicër për shembull. Keni për mua gjatë gjithë vitit 10 minuta më shumë nga orari 8 orarshi
në mënyrë që kur vi fund vitit njerëzit kanë kohë më pushu. Shejtani s'ka. Shejtani e ka 24 non-stop. Punon. Edhe kur je në gjumë, ai punon. Edhe kur ti se ke menin, ai punon. Edhe kur ti je të menu për diçka shumë të rëndësishme, ai e hudha të helmin e vet. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu çfarë tha? Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Suratu Al-Falaq, Zoti i Madh, për çdo ajet përmend të keqe. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. 5 ajete, 5 gjona i kërkon mbrojtje Zotit. O Zot, më ruaj prej kësaj. Suratul Nas, gjithë sura vetëm për një gjë. I kushtohet vetëm një gjë. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Prej kujt? Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Gjysma e surës tregon i kërkojmë mbrojtje Allahut, Zotit njerëzve, të adhuruarit njerëzve, sunduesit të njerëzve që të më ruaj gjysma, iku gjysma e surës. Që të më ruaj prej kujt? Prej ngacmimeve që vinë në gjoks prej kujt? Prej shejtanit, qoftë ky shejtan prej gjinëve apo shejtan prej njerëzve. Pra rreziku që i vjen njeriut prej shejtanit është më i madh se sa rreziku që i vjen prej njerëzve. Sepse në surën Al-Falaq, çfarë thotë? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj i kërkoj mbrojtje Allahut Zotit të agimit. Prej kujt gjoja? Min sharri ma khalaq. Prej gjithçkaje që ka krijuar. Ktu s'është iblisi mrena. Se iblisi dhe shejtani i ka kushtuar një sure të veçantë. Min sharri ma khalaq. Prej të keqes së çdo gjë që ai ka krijuar. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe prej të keqes së natës kur mbulon gjithçka. Që do thotë shejtani që e ka më i keq dhe vezveset e shejtanit që e kanë më të këqija se sa errësira e natës kur mbulon gjithçka. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Dhe prej të keqes së magjistareve kur i fryn nyjat, që do të thotë vezveset e shejtanit mund të jenë edhe më të këqija se sa magjia. Për rrezikun që mund të sjellin fesë robit. Nuk po flasim për anën shëndetësore apo për problemet që mund të sjellë magjia në familje apo në martesë apo në trashëgimtare etj. O min sharri hasidin idha hasad. Dhe prej së keqes së njeriu që ka smir dhe zili në momentin që zilia e tij bëhet aktive. Për këtë arsye tha pejgamberi sa që ka bërë prapë me këtë pikë, la yazalu shaytanu bi ahadikum hatta yaqula lahu man khalaqa as-samawat Allah, man khalaqa al-ardha Allah, wa man khalaqa hatta yaqula lahu wa man khalaqa Allah. Tha pejgamberi sallallahu nuk i ndahet shejtani robit derisa vjen një moment që fillon shejtani me dhon ders, me të bëmë sim. Thot, kush i ka krijuar qiejt? Përgjigjet shejtani, Allahu. Kush i ka krijuar tokën? Përgjigjet shejtani vet. Bot pyetjen dhe përgjigjet, Allahu. Kush i ka krijuar malet? Allahu. Kush i ka krijuar? Thot, po Allahu, kush e krijoi? Ktu s'te përgjigje. Sepse do që të fusi helmin. Dhe ndonjëherë vjen një pyetje e tillë njeriu të mend, ai ndihet keq pse e ka këtë menim, jo se dyshon në atë pikë. Mirë, po ka njerëz që kalojnë stres. Ka njerëz që kalojnë depresion. Ka njerëz që e vuajnë këtë punë, mbyllen, stalin etj. Ndërkohë që pejgamberi sa i ka dhënë një zgjedhje shumë të lehtë. Tha, nëse ju vijnë mendime të tilla në kokë, si sa thjesht. Ka njerëz që bëhen rob mendimeve. Mbyllet, shkëputet, vetëm për shkak të mendimeve. Ndërkohë që pejgamberi sa çfarë tha? Nëse ju vijnë mendime të tilla në kokë, nëse ndonjëherë për jush i vijnë mendime të tilla në kokë, le të thotë çfarë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Kaç? Kërkoj mbrojtje Allahut për sherrit shejtanit mallkuar. Kam besuar në Allahun. Kaç? Vazhdo, jeta vazhdo. Ti s'ke pse të rish peng i mendimeve që të vinë kohë. Jeta vazhdo. Kështu që mos u bi pre e ngacmimeve të shejtanit kur të flet për punë të besimit. Ai mund të udhë ty
mendimet dhe ndryshimet nga më të ndryshme. Për shembull, le të japim një shembull tjetër. Vjen me një dyshim nga një ajet kuranor. Allahu tregon se banorët e xhenetit thonë kështu, banorët e xhehenemit thonë kështu. Vjen shejtani thotë vrek. Tani rob janë fut në xhenet apo nuk janë fut në xhenet? ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم قالوا بلى I thirrën banorët e xhenetit, banorët e xhenetit, I thirrën thotë, nuk thotë do t'i thrasin. Fa idha ja'at at-tammatu al-kubra, e kur ndodhi kiameti, e të tjera situata që njeriu mund ta fusin dyshime. Çfarë duhet më bën ti raste? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka për situatën, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Kam besuar në Allahun. Për këtë arsye I madh I Zot Allahu xhalla xhelalu ka treguar se esenca e kësaj feje në çështjet e besimit qëndron dorëzim përballë çështjeve që kanë bënë me gajbin. Çështjet që kanë bënë me botën metafizike, mos u mundot tani me krahasu, ka thënë pejgamberi sa me pas Xhibrilin alayhi salatu wasalam, Xhibrili kishte 600 krah, kishte bllokuar komplet qiellin dhe horizontin. Ti tani mos rrinë menuar, po si ka qenë ky? Si kishte krah, nuk është fusha jote. Nuk është sado që ti të mundohesh, nuk mundesh. Atëherë largimi I dyshimeve që vinë që kanë bënë me Zotin xhalla xhelaluhu. Sepse kjo e bën krijon më të lirë. I erdhën këto mendime, ai thotë alhamdulillah që kem shumë mirë me iman. S'ka ç't bëj shejtani. Vazhdo, jeta vazhdo. Namazi vazhdo, punët e mira vazhdo në kështu me radhë. Një problem tjetër që vun rinia, kur themi rinia edhe të tjerë, po riniat na bëj Allah se ja kemi vesh rini son të gjitha. Problem tjetër është kush çështjet që kanë bëjnë me caktimin e Zotit. Sa pyetje na vijnë, ora a e ka shkruajt Zoti gjithçka, po ne për çfarë lodhet njeriu? Ndoshta mu Zoti më ka shkruajt me qenë në xhenem. Tanë rri lodhem pastaj pun fare në xhenem. Dikuj tjetër Zoti ndoshta ja ka shkruajt për xhenet, ai bëj çive ku dëgjon etj, në fund fare shkon në xhenet. Tani po robi ç'a ka ndor robin. Edhe kjo është një fushë shumë e madhe që shejtani I mallkuar munohet me njeriu me fut ndryshime derisa ka pas njerëz që për shkak të këtyre mendimeve që kanë bënë me caktimin e Zotit kanë lënë edhe fen Zotin e ruaj. Ndërkohë që çështja është shumë e thjeshtë, po të kuptohet mirë, për Zotin e madh është shumë e thjeshtë. Si kuptohet mirë? Allahu xhalla xhelaluhu po bëj shajnat me dikë debat, dialog. I thash Allahu xhalla xhelaluhu e ka ditë se çfarë do të bëjmë ne apo jo? A ka ditë Zoti çfarë do të bëjmë ne apo jo? A ka ditë Zoti që ne sot me 1 janar, natë e ite, ndarkët, do të unë me marrë këtë mësime dhe dersin sonte. A ka ditë Zoti këtë punë apo jo? Zoti më ka ditë. Qysh kur e ka ditë? Qysh na ka kriju? Po përpara se na krijonte, a se ka ditë? E ka ditë, qysh kur thot njëri 50.000 vjet para se me kriju qiellin e tokën. Domethënë 60.000 vjet para se me kriju qiellin e tokën se ka ditë. Qysh kur e ka ditë Allahu se çfarë do të bëjmë ne? Qysh kur e ka ditë? Qysh me ekzistencën e tij? Kur filloi Allahu s'ka fillim. Sa është Zot absolut. Nuk mund të ketë fillim. Pra dija e Zotit se çfarë do të bëjmë ne dhe gjithçka çfarë do të ndodhi, është një dije që ka të bëjë me vetë Zotin dhe Zoti është I pari pa fillim, I fundit pa mbarim. Tani pse Zoti pyetje shumë e thjeshtë, pse Zoti e ka ditë se çfarë do të bëjmë ne, na ka faj Zoti neve? Pse Zoti I madh e ka ditë se çfarë do të bëjmë ne, me të mira, me të këqija, me gjunofe, pa gjunofe, me udhëzim, me probleme, me mëkate, me namaznate apo ku dëgjon etj, e ka ditë Zoti këtë punë, po çfarë faj na ka neve Allahu se e ka ditë këtë punë? As si faj s'na ka. Këtë që Zoti e ka ditë për gjithë ne 50.000 vjet para se me kriju qiellin dhe tokën e ka shkruajt, na ka faj Zoti? Pse atë që e ka ditë e ka shkruajt? A na ka faj Zoti neve pse atë që e ka ditë e ka shkruajt 50.000 vjet
para se me kriju qiellin dhe tokën, s'na ka fal. E këtë që Zoti e ka ditë dhe e ka shkruajt, kur vjen momenti që të ndodhi, ashtu siç e ka ditë dhe e ka shkruajt, ai I jep lejen dhe ndodh çdo gjë me dëshirën e tij. Se s'mundohet gjë pa lejen e Zotit. Ti je I Zotit shtëpisë dhe I Zotit familjes dhe nuk do që në shtëpi të hyjë diçka apo dalë diçka pa dijen tate, kush je ti fund e fundit. E jo mo Zoti I gjithësisë, që është absolut. Atë që e ka ditë dhe e ka shkruajt, ka dash që të ndodhi. E katërta, në momentin që ndodh me krijimin e Zotit xhel xhelaluhu, sa është krijuesi I vërtet. Ti je sebebliu, ti po sebebit. Çdo gjë është prej atij. Çfarë fajt ka Zoti? E diti, e shkruajti, deshti që të ndodh dhe këtë ai e krijon në momentin që ti e vepron. Çfarë faj ka Zoti robën? Atë kush është pozicioni im? Pozicioni jot është ky. Ti o vllai im je I lirë. Ti je I lirë. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kush do të ecë përpara, kush do të kthehet mbrapsht. Është ajet kuranor. Wa hadaynahu an-najdayn falaqtahama al-'aqaba wa ma adraka ma al-'aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Në njeriu ja kemi bërë të qartë të dyja rrugët. Kush do të zgjedhë të vështirën, ama që e çon xhenet, e kush do të zgjedhë të lehtën, ama që e çon xhenem. Ç'është e vështira? Sa e vështira është që ti të kujdesesh për jetimin, ti japësh të varfrit, tregohesh I mirë me atë që ka hall dhe nevojë. Ti jesh besimtar etj. Wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Thuaj të vërtetën që të erdhi o Muhammed, kush të doj të besoj dhe kush të doj të mohoj, pra Zoti më ty të kalon të lirë zotni. Ti nëse ka ardhur sot në këtë vend këtu nuk ka tërheq kush përveshi, por ka ardhur vetë. E nëse dikush në këtë moment që ne jemi duke adhuruar Zotin dhe jemi në prezencë me lajkeve dhe Allah është na përmend atje ku është ai, dikush tjetër në këtë moment është duke bën mëkat dhe gjuna, edhe ai ka shku me shefin e vet, me kom të vet, ka shku dhe me menin e vet. Se Allahu si bën pa drejtësi askujt. Çfarë kuptimi ka që unë ty ta vej pistoletën në kokë dhe them ipe 1000 se ka leku ju këtu franga jetimit. Edhe ti edhe për frikës pistoletës dhe unë pastaj të bravo të qoftë, meritoj dhuratë. E ti thosh ti tjetër, vej bëj këtë punën e keqe, ti ky ta bëj të maskara, do të vras se ti e bën këtë punën e keqe. Çfarë ka ky që boni mirë, ndërkohë që se kishte me dëshirë, e çfarë ka ky që boni keq ndërkohë që se kishte me dëshirë? Jo zotni, jo. Njeriu vepron me vullnetin e tij. Zoti këtë punë ka ditë, Zoti këtë punë ka shkruajt, dhe kjo ndodh siç e ka shkruajt I madhi Zot. Po ty shejtani nuk ta ka lënë situatën kaq lehtë. Po thot ty po dëgjoj. Ka një hadith që pejgamberi alayhis salam ka thonë, hadithi është I saktë. S'ka njeri prej jush që Zoti mos e ke shkruajt vendin se ku e ka, në xhenet ose në xhenem. Ka problem tu? Dikush më thot problemi I madh, a pas sa shkruajt Zoti. Po unë këtu çfarë kam? O Zoti e ka shkruajt Zoti se e ka ditë se çfarë do të bësh. Zoti më ka shkruajt se ku jemi ne, unë dhe ti e ka shkruajt, po është e vërtetë. Ama e ka shkruajt në sajtë asaj që ai e ka ditë se çfarë do të bëjmë ne. Dhe nuk na ka dhunu për këtë punë. Ai e ka ditë se çfarë do të veprojmë. Dgjojnë këtë ngjarje që ta mbyllim këtë pikë, futemi në një pikë tjetër. I tha pejgamberi sa ose sahabëve, nuk ka për jush njëri që mos e ke shkruajt vendin Zotit se ku e ka në xhenet apo në xhenem. Qetësi të gjithë. Tha njëri me leje, tha po. Tha pejgamberi I Zotit, tha me e ka shkruajt Zoti, tha se ku e kemi vendin në xhenet e në xhenem, tha. Në sajtë asaj që ai ka ditë që do të veprojmë ne apo në sajtë të dijes tij. Tha pejgamberi sa ose Zoti e ka shkruajt për gjithë secilin vendin në sajtë të dijes tij. U hap hendeku I dyshimit dhe I dilemës. Tha pejgamberi I Zotit, dëgjoj pyetjen se kjo na intereson. Tha pejgamberi I Zotit, ata të herë po ne përse duhet punojmë? A e ka shkruajt Zoti, a ka caktuar Zoti? Përse duhet punojmë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgjigja, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Ju punoni se gjithë secili do t'i lehtësohet puna
për vendin në të cilin ai është krijuar. Ta përsëris? Punoni se gjithsecili do t'i lehtësohet puna për vendin në të cilin ai është krijuar. Xhenetliut në këtë botë i vinë sa lehtë punë të xhenetlive. Se ka bezdi më uqu në 7 mjesit këtu në Zvicër që jeni ju me fal sabahun. Se ka bezdi kur është thot me marr abdes. Nuk ndjehet keq pse nuk mori pjesë në X event që kishte të harame. Nuk ndjehet keq, ndjehet mirë. Ndjehet keq po të ofroj dikush alkoolin, thotë astaghfirullah. Unë sulëm tavolinë, ma ta pi. Sepse ky njeri nuk është krijuar për në xhenem, zotin. Ky është krijuar për vend tjetër. Kështu që Zoti në këtë botë ja lehtëson punën të xhenetlive. Ndërsa ai që është krijuar për në xhenem, gjitha punët e xhenemlive i bëhen të lehta, që do të thotë s'ka lidhje me namazin. I jepet mas haramit. Po ti thush atij që dëgjose në Islam është haram, për shembull me pi alkool, thot po i got e thot dhe mjeku, i tek e thot mjeku ta pish mjesht, po për zemrën mirë. I tek e raki me kafe mjesht, për zemrën bjerën vetë, bjerën terezi. Sepse nuk e kupton jetën, dhe nuk ka mundësi ta perceptojë përse pati atë kafe me atë bashkë. Kështu që xhenemliu i lehtësohet në këtë botë punë të xhenemlive, ndërsa xhenetliu i lehtësohet në këtë botë punë e xhenetlive. Kështu që thonë ulemaja dhe dietarët, njeriu ka mundësi edhe në këtë botë ta kuptojë, nëse është i sinqert se ku rreth. Rreth për në xhenet apo rreth për në xhenem. Pastaj punët i takojnë Zotit dhe vura i takon Zotit, po njeriu nëse është i përkushtuar dhe është i sinqert me Zotin e tij, Allahu nuk e tradhton robën e tij. A e ke pati në këtë botë për shembull që dikë e do fort shumë. Dhe ai ka i hall dhe i problem. A do të bësh pamundur që ta nxjerrësh prej hallit dhe problemit që ai ka? Do të bësh. Po e patë shok, po e patë vëlla, po e patë rob të afërm, domethënë. E nëse robi njeriu pra ka qenë me Allahun dhe me Zotin e tij, Allah kur nuk ka për të tradhtuar njeriu. Sido që të vinë situatat dhe punë. Sido që të vinë situatat edhe punët. Prej problemeve dhe shqetësimeve që kanë bëjnë është punët e botës. Për shembull, po kush e ka pa, kush është kthyr prej anej, e ke parasysh po si ka mundësi për çdo gjë kemi gjetë fakte dhe argumente për ahiretin dhe për botën tjetër, edhe shejtani e ngacmon njeriu në këtë pikë shumë. Si bëhet? Përgjigja shumë e thjeshtë. Allahu i Madh Zoti xhalla xhelalu në Kur'an sa herë që ka fol për botën tjetër, për xhenetin, për xhenemin, për ahiretin, pra, çfarë ka bërë? I ka çuar njerëzit ke krijimi i universit. I ka çuar njerëzit ke krijimi i diellit, i qiellit, i tokës. I ka çuar njerëzit ke krijimi i njeriu të parë. Pra nëse Zoti i Madh është kaq i plot fuqishëm që më bë këtë qiell, këtë tokë, këtë diell, këtë univers, çfarë problemi ka me kriju njeriu? Çfarë problemi ka me rikriju njeriu? Se mos naftohen të gjendë tu. Që hape kështu, që të shkoj ajri ftohtë lart. Allah të kujtohet se ka të naftohen. Ne nuk tham ftohen në rinin. Ma rinia s'ftohet, po vdesnia e zemrë. Allah është shpërblet. I vjen shejtani njeriu në këto punë, edhe e ngacmon shumë. Sidomos në ato shoqëri që ka pas shkëputje feja, sidomos në ato shoqëri që feja ka qenë shumë e dobët, s'ka pas shkëputje, po sikur të ishte inekzistente. Dhe ngacmon shumë shejtani robin në këtë pikë, shumë. Për këtë arsye, në raste të tilla, kur të kesh të bësh me njerëz të tillë, po i thoja dikujt që më hapi si temë, jo tha Islami mirë, unë besoj në Zotin, kur di, po çka pa, kush është ky pranë? I thash ata bëj një pyetje po. Thash ti e beson Zotin apo jo? Tha Zotin lueti prej venet. Besoj Zotin. Thash po më thon që ti se beson Zotin. Jo, tha, ç'a thu? Ora tham nuk e besoj Zotin. E besoj se besoj. Mirë thash, më bëj një pyetje po. Me që ti e beson Zotin, unë them se s'ka Zot.
ma mushmeni. Ama kështu thonë gjitha që ka sot. Kështu thonë gjithë. Pa nuk isha asë lloj fakti dhe argumenti me të bind, ti që i thu s'ka. Atëherë tash kupton ti çfarë besimi ke ti në Zot apo jo? Sepse robi, po ta besoj Zotin, ama ta besoj Zotin ashtu siç duhet besu, jo shumica e këtyre njerëzve sprovuar me këto tematika është se e besojnë Zotin thjesht abstrakt. Ka Zot edhe kaq, mbaroi filmi. Jo më Zotni, kur thu ka Zot, çdo të thot fjala Zot. Zot do të thot absolut. Dhe absoluti këtu nuk kupton absolutin fuqi, absolutin në vullnet dhe në dëshirë, absolutin në dije, absolutin në urtësi dhe absolutin në të gjitha atributet që ai ka si Zot. Është absolut në gjithçka. Tani nëse beson Zot, duhet besosh se ky Zot është absolut, ose përndryshe s'ke besuar në Zot. Tani nëse ky Zot që ne besojmë është absoluti në fuqi, në pushtet, në forcë, çfarë problemi ka absoluti me ngjallë vdekmin? Ku është problemi absoluti? Nëse thu ka mundësi me ngjallë vdekurin, do të thotë se ke besuar në absolut. Nëse thu gjë Zoti, okay, çdo gjë mia e ka po me ngjallë vdekmin, atëherë ti s'ke besuar në Zotin absolut. Sepse Zoti absolut është i plotfuqishëm që të vdekmin ta ngjall. Po munohen filmat, po munohet shkenca, jo klonimi, jo kjo, jo, me ngjallë me rujt, se s'ka mundësi Zoti. Truni njeriu po shkon drejt asaj e mundohet të më bëjë gjithçka. Po Zoti i gjithësisë, krijuesi, absoluti, i gjithfuqishmi. Atë vin nga fëmijë të tilla vazhdimisht dhe duhet që më thon çfarë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amantu billah wa ma jaa anillah. Kam besuar në Allah dhe çdo gjë që më ka treguar Allahu e kam besuar. Për këtë arsye pejgamberi sa po ta shohim në hadithin e Ubada ibn Samitit radhiyallahu ta'ala anhu, thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa ibn Maryam abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana indahu min amal. Kush dëshmon dhe deklaron se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë, dhe deklaron se Muhamedi alayhis salam është robi i Zotit dhe i dërguar i tij, dhe deklaron se Isa i biri i Merjemës është robi i Zotit dhe i dërguar i tij, shpirti i mrekullueshëm i krijuar nga Allahu dhe fjala e Zotit bëhu që e fryu tek Merjemja, Xhibrili alayhis salam, dhe dëshmon se xheneti është i vërtetë dhe ekziston, xhehenemi është i vërtetë dhe ekziston, Allahu atë njeri që e bën këtë deklarat kaq të madhe, ka për ta fut në xhenet çfarëdo që të bëj për punëve në këtë botë. A kupton ti çfarë Zoti ke të bësh apo jo? A kupton sa Zoti i mirë është Allahu apo jo? Sa i dashur është me ne Allahu apo jo? Sa i mëshirshëm është me ne Allahu apo jo? Ti e bën këtë deklaratën e Zoti thotë bëj çfarë dush se e ke vendin në xhenet. Allahu akbar. Ky pra është Zoti jon. A ka mundësi që këtë Zot po ta tregojnë njerëzve? Një Zot që të fut në xhenet e s'do më e ditë për gjinofe që ti ke bë? Se është Zoti i mëshirës dhe i faljes. Allahu na bëf gjithë për banorëve të xhenetit. Për problemeve që hasin sot njerëzimin përgjithësi dhe rinia në veçantë në çështjet e besimit, se jemi akoma tek pika e parë. Çështjet e besimit janë rrymat brenda Islamit. Problem shumë i madh. Dhe unë do t'i përmend si mas shqetësimit që sjellin. Rryma më e rrezikshme, dhe më e keqe dhe më e dëmshme për jetën e triut musliman dhe për jetën e komunitetit musliman është rryma tekfiriste. Ata që i bëjnë qafira muslimanët. Po nuk menove në çdo pikë si ata, je qafir. Zot na ruaj. Mëkati më i madh të cilin njeriu mund ta bëjë në këtë botë është me i thonë muslimanit qafir. Men qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i thot vllajt vet qafir, jo besimtar, dhe ai nuk është i kthehet atij, Zot na ruaj.
Pushje ti që të gjykosh për njeriu sa është qafir apo jo. Nëse ti je njeri ditur, nëse ti ke zbatuar të gjitha kriteret që thot Islami, kur mund të quhet një qafir halal të qoftë. Po ti kur nuk ke as i klas shkollë. Kur ti trofshin ca video që ke ngjuar në internet, në YouTube për X-it apo për Y-it, edhe ti pastaj merr vulën e Zotit në dorë, ky në xhenet e ky në xhenem, ky qafir, ky musliman jam për Zot. Dhe e keqja më e madhe për kohën që ne jetojmë, pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç Tij, është e keqja që vjen prej kësaj rryme. Kjo është një rrymë. Rryma më e suksesshme e shkatrimit të projekteve të Islamit. Kjo rrymë, kur futet në çështjet e luftës, e shkatron luftën, siç ndodhi në Siri. Pa të marrë punë Siria, u futën këta, çdo gjë shkoi në zero. Kur futen në davet, këta njerëz kur futen punë të davetit, çdo gjë shkon në zero, se e kthejnë çdo gjë në zero. Kur këta njerëz futen punë të bamirësisë, çdo gjë e kthejnë në zero. Kudo që të futen këta njerëz, projekti më i suksesshëm i shkatrimit të gjithë projekteve të suksesit të Islamit. Kudo që të futen, vetëm se shkatrim kanë sjell, vetëm prishje imazhit të Islamit. Dhe ne dim se çfarë kemi vujt për këtyre njerëzve. E çfarë vujmë për këtyre njerëzve dhe imazhin e keq që këta njerëz që sot po i dhurojnë botës perëndimore në lidhje me Islamin dhe me muslimanët. E taksën e këtyne njerëzve të çuditshëm e paguaj unë, e pagu ti, e pagun ky baba këtu, e pagun ai atje, e pagun ai atje në fund fare, se fund në fundit kjo botë që neve na rrethon, nuk di me bë dallim zotni. Nëse ti thon kur falesh Allahu Akbar, edhe ai kur bën veprime thot Allahu Akbar. Nëse ti thon në jetën tënde Kurani, Suneti, dhe ai thot Kurani dhe Suneti. Prandaj ne duhet i ruajmë të rit tan nga këta njerëz cilët janë rrezik. More vesh se po shoqërohet me njerëz tillë. Të riqe, largoje. Se i pari që ka për ta vujt, ki për të qenë ti me familjen tate, se me ty ka për ta filluar të parin. E pastaj me xhamotin e me njerëz të kështu me radhë. Grupim tjetër që ka të bëjë me çështjet e besimit janë grupimet të cilat janë grupime me bindje të gabuara, po që fshihen në rreshtat e muslimanëve. Nëse morin vesh se dikush ka problematika të tilla, është më mirë me u largu prej tij. Nuk thash me sha, as nuk thash me ofendu, as nuk thash me injoru, as nuk thash me fut përçarje. Largohu me lezet. Për shembull, more vesh se dikush ka probleme me sahabët. Mund të jetë oratore, mund të jetë ku dëgjon njëri i mrekullueshëm, kur fletë ku dëgjon etj etj. Në momentin që ky njeri ka alergji sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të rriqë për atij njeriu, sa është e rrezikshëm. Se nëse këtë njeri nuk e kanë kënaq dhe nuk është i kënaq me shokët e profetit, si mund të jetë i kënaq me ty ai? Nëse ai flet për nonat e besimtarëve, nëse ai flet për Abu Hurajrën, flet për Anas ibn Malikin, flet për filonin, për fistek, për sahabëve, do të thotë se ky njeri është i errët, është njëri me probleme. Sepse nëse do ta godasësh Islamin, ku duhet më godit? Sahabët. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe tabiinët. Kush është ura lidhse? Kush e ka bërë lidhjen? Sahabët. Godit e sahabët, ti godit Islamin gjithë. Prandaj larg dhe kujdes njerëzve që prekin sahabët. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kujdes. Dikush bën analistin. Jo thot se ka ajo që ka ndodhur me Muawijes dhe Aliut, do të jep ty detajet. Çi duhet popullit detaji i këtyre muhabeteve? Ne i dum gjithë, dum Muawijen se ka qenë shkruasi i shpalljes. Në momentin që ti godet Muawijen, kë godet kë? Shpalljen Kur'anin. Tani pejgamberi sa se mori 4 burra për të shkruar Kur'anin. Njëri prej këtyre 4 burrave ishte Muawija. Ti tani flet për Muawijen? Subhanallahu. A mund flasi kush për Aliun, dhëndër e pejgamberit alayhis salam? Atëherë mbyllë këtë muhabet dhe thuaj dum gjithë. Allahu na ringjall ditën e gjykimit me sahabët. Allahu na ringjall me Abu Hurajrën, me Anas ibn Malikin, me nënën e besimtarëve Aisha. A ka mirësi më të madhe dhe begati më të madhe se ti jesh me këta njerëz ditën e gjykimit? Vallahi nuk ka. Atë duaj fort dhe mos u shoqëro dhe mos u afro me ata njerëz që prekin, qoftë edhe një prej sahabëve. Qoftë edhe një.
Sa në atë moment që ju dha mundësia preku një, po ky do të thotë se ka qëllim qartë një. Se po preku një është njësoj se kur i prek gjithë. Me i rujt nga ata njerëz cilët shprehin bindje dhe thonë që gjo, imani është në zemër, po që mirë me zemër, s'ka nevojë me u lodhe me bë punë, ku dëgjone tjera. Larg këtyre njerëzve. Kur flet Kur'an çfarë thot? Innal ladhina amanu wa amilu salihati, ata që besuan dhe bën vepra të mira. Pse cilësoj dhe bën vepra të mira? Se fjala besuan nuk kupton dhe veprat e mira. Jo, që mos vi dikush sot dhe thot gjë robi pa pat me zemër është në rregull. Ja më zotni ku ka pa pat në zemër. Allahu xhelle xhelalu ordon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." O Muhamedi thot: adhuroje Zotin ta derisa të vi vdekja, ti më thon me zemër. A ka pas zemër më të mirë, më të pastër, më të devotshme, më të përkushtuar ndaj Allahut se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? S'ka pas, dhe s'ka për të pas. Megjithatë Zoti thot deri në fund, deri në momentin e fundit, dhe po të lexosh jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të gjesh që ditën e fundit që ka ndruar jetë, ka fal namaz sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka mbyll jetën e tij me namaz, pastaj kaloi në hekën e fundit të vdekjes sallallahu alaihi wasallam. Me urujt dhe me rujt rinin ton nga çdo lloj njeriu mësuesi që hedh dyshime në çështjet e fesë për të cilat nuk ka diskutim. Janë disa çështje në fen ton për të cilat nuk lejohet me diskutu. Në momentin që vjen dikush dhe do t'i hapi dhe fillon dhe hedh dyshime, atëherë ruje. Sepse të gjitha rrymat ekstremiste, të gjitha grupimet e dala nga Islami kanë argument nga feja për punën që kanë. Robin nëse nuk e ka diturinë e duhur, ai ka thonë Allahu dhe e gjen ai ata jetën kuranor që i përshtatet problemit të tij. Do ta gjejë diçka. Sa ai s'mundi mashtroi njerëzit nga mendja vet. Po, ja, ka thonë Allahu në Kur'an. E pyetën Iblisin për ta mbyll. I than Iblisit, a ke mësuar ai gjë për Kur'anit? Tha po. Iblisi ka mësuar një pjesë nga Kur'ani. Hajde ta shohim çka ka mësuar Iblisi. I tha Iblis, po çka ke mësuar nga Kur'ani? Tha ka mësuar fjalën e Zotit, "Wailul lil musallin." Mirë ata që falen. Ka thonë Allahu, mirë ata që falen. Si intereson çka ka përpara, as nuk i intereson se çfarë ka mbrapa. Kështu janë dhe këta njerëz. Për problemet që ata kanë problemin, dhe masi e kanë problemin, mundohen që problemin e tyre t'i gjejnë argument, ose nga Kurani, ose nga ja gjejnë. Ka hapësirë feja e Zotit, është shumë e gjerë, dhe njeriu, po që problematik, e gjej argumentin. Si të dojë. Kjo ishte tema ose pika e parë. Vazhdojmë? Apo e shkëpusim? Kanë me hongën e boreka. Sa kohë kemi folë? Sa kohë kemi folë që të llogarisë? Një orë kemi folë. Mirë, ndoshta e ndërpresim për një qetësim, sepse janë dhe 3 pika. Faktikisht këto pikat e tjera nuk zgjasin më shumë se 20 minuta. Që ta lejmë, pastaj të bëjmë pushim që pastaj fillojmë me pyetje përgjigje. Kush ka për tik tiki pastaj? Që mos e bënë. Se dikush mund të ikë ç'është tani. Mirë. Pika e dytë janë problemet nefsije, psiqike që ka rinia sot. Kur them rinia, edhe të tjerë po ne ja kemi futur rinia sot, gjitha. Kështu që e gjen personin ose që është i mbyllur krejt në veten e vet, ose e gjejmë që është aq i udhëtuar sa që as vetja e vet nuk i kujtohet. Gjejmë në njerëz të tillë, po, ka shumë njerëz që janë të mbyllur, s'duan me a ditë se çfarë bëhet fare. Ose gjejmë dikë tjetër që është i përkushtuar, aq shumë i përkushtuar sa që si shkon mendja as ke vetja vet, as ke familja, as gjë. Ekstrem, nga ekstrem në ekstrem. E këta njerëz kanë nevojë për një kujdes të veçantë. Kanë nevojë për kujdes të veçantë. Si rregullohet puna e tyre? Këta njerëz janë si njëri që është në gjumë, duhet me zgju.
Ose si njoni që është hutu dhe duhet me thonej se ke këtu atë gjonë që përkon. Të parin duhet me zgju. Si? A është në vetën e vetë. Dhe kujton se gjithë bota është aty dhe s'do me atit, a këtë një duhet me hapsy, duhet me qelësy, duhet me thonë gjatë. Pritë se jeta vazhdon. Jeta ka të omlat e veta dhe të iltat e veta. Jeta ka të mirat e veta dhe të këqijat e veta. Zoti i Madh ty të ka pru në këtë botë me të vënë provë. Mos prit që jeta e kësaj bote të jetë konform dëshirave të tua, sepse atëherë nuk do të quhesh mos provë. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Zoti krijoi jetën dhe vdekjen për ta vënë njeriu në provë. Kështu që gjithë secili prej nesh është provë. Pse mbyllet njeriu? Pse mbyllet? Sepse në një moment caktuar të jetës punët nuk i shkojnë ashtu si ka menduar ai, edhe hop kjo e bën që të mbyllet e ku dëgjoj. Jo më vëlla, jeta vazhdon. Ka pas njerëz që kanë kaluar prova më të mëdha, më të këqija, janë bërë më të mirë mas provave. Për shembullin e burrit Mon, që gjithë ne muslimanë në këto ditë krenohemi me të, përveç tek fjersave, ata kanë natë vdesin. Erdogani, Zoti i rujt, i dhon të ymër, i dhon të jetë. Thunë amin. Amin. S'pas një probleme. Që e ke bëjnë. Ku ishte ky njeri para 15 viteve, një dekade e gjysmë? Në burg. Nuk u mbyllaj. Zbohat më kjo punë. Jo. Burg, doli, mori Bashkinë e Stambollit, njerëzit panë se ç'bën njeriu i pastër dhe i sinqert, që shërben me sinqeritet. Po është sot. Gjithë ne krenohemi, themi, ja, ka shembull. Islami mund të heqi, shtete. Islami mund të bëjë shtet. Se vetëm ai na ka mbet si shembull. Ku shkojsh për shembull? Këtë mosh për shembull përveç atë. Ska. Ai ka mbet. A mos si kalojnë nga kjo fazë në këtë fazë? Nuk u mbyllaj. Nuk tha bos bot kjo punë. Kështu që jeta vazhdon. Dhe nuk ka pse njëri të mbyllet. Ama duhet me pas kaqe. Çfarë ka çu këtë njëri mbyllje dhe duhet me ja çel sy. Do të thonë prit mulla se jeta ka. Kurse ky tjetër që është i udhtum, duhet të thonë prit më zotnis. Ty herë të kërkohet, të njohësh Zotin tan. Ku po shkon mulla? Ty herë duhet të formosh familje, ku je të shku? A ke nonë, a ke babë? A kina tradita ne si popull, a s'kina etj. Në mënyrë që ky robi të kthjellohet dhe të vi në vete. Për problemeve që unë kam has, nuk e di pse, domethënë, po shumë raste kam pas unë, është dëshira e rinis për të kaluar vetvrasje. Për Zotin mos e që ka pas rastje deri në 2 natës, deri në 3 natës duke u marr me njerëz që kishin probleme të tilla. Do të thoshte për shto duhet të tripajtë dhe thoj dhe njoni për shembull, e kom ble Altin, pistoletën. Tha sa e ke ble? Tha e kom ble 400 euro. Tha shpo pse e ke ble? Tha s'ka kuptim më jeta për mua. Po për Zotin e Madh kam pas shumë raste. Edhe më çuditshme është se nuk janë rini e Shqipërisë, janë rini ose e Kosovës, ose e Maqedonisë, ose rini e perëndimit, e diasporës. Pse? Se s'po e kapa i dot esencën dhe sensin e jetës. Ai thot, përse? Gjithë kjo lodhje, gjithë kjo mundim, pastaj do të vdes. Po pastaj do të lë fëmijët, po fëmijët e mi po i njëjtë muhabet, del jeta pa kuptim. Ndërkohë që duhet të pritën se ka. Pastaj çfarë fitove pa vrave vetëm? Ti mendon se ke shpëtu? Etj. Duhet më humor me këta njerëz, dikush duhet merret me këta njerëz. Dhe ilaçin më të mirë e jep feja dhe besimi. Pse? Sepse feja dhe besimi të jep përgjigje për shumë gjëra që dikush tjetër s'ta jep dot përgjigjen. Kështu që zotni, nëse ke bën me vrave veten, mos kujto se ke për shpëtu. Përkundazi, njerëzit kanë për të vujt, ti ke për ta vujt, pa edhe në botën tjetër ke për ta vujt këtë punë. Sepse pejgamberi sa më thot, kush e vret veten në këtë botë me diçka,
me atë gjë do të futet në xhehenem dhe do të ndëshkojë veten e tij përjetësisht në xhehenem, Zoti na ruaj. Kush e myt veten e tij me helm, ai helm do të jepet në xhehenem. Kush e myt veten e tij me thik, ajo thik do të jepet në xhehenem. Kush e myt veten e tij me pistolet si puna këtij që ishte me allti, ajo do të jepet në xhehenem, e aty do të kalojë gjithë kohën, Zoti na ruaj. Do të dënohet, pastaj do të dënohet, pastaj do të dënohet. Çfarë fitova si gjë fitova? Problem shumë i madh. Kush është zgjidhja? Feja dhe besimi. Feja dhe besimi, lidhja me Zotin, lidhja me ahiretin. Orë Zotni, sa do që të zgjasi kjo botë, sa do të zgjasi? Ta shtymë burg këtë 300 vjeçar, se pastaj do të kalojmë në ahiret. Ka më 300 vjeçar sot? S'ka. Thuhet se Nuh a.s. e pa një plak që po qante fëmijën e vet. I thoi noni, tha, sa të ka vdek? Sa ishte fëmia që kishte ndruar jetë? Ta ka ndruar jetë 400 vjeç tha. Po qajtë plaka se i kishte ndruar jetë fëmia 400 vjeç. I thoi non dha mos qaj se do të vijë një kohë tha që do të ketë njerëz që jetojnë 400 vjeç. Ka në që jeton sot 400 vjeç s'ka. Kohën e Nuhut kanë jetuar 1000 sa vjet njerëz. Kështu që kjo botë ka i fund, kështu që nuk është gjithçka kjo botë, po ti në këtë botë je në sprovë. Kështu që mos e vullos veten tatë në sajt të kësaj sprove që të ndodh. Prej pikave që kanë si dobësi rinia sot janë çështjet shoqërore. Çështjet shoqërore. Për shembull, gjejmë problemin e martesës. Si problemi i martesës? Problemi i martesës që do më thonë, 1. Smartohen çunat e ri, as gocat. Kalon një kohë shumë e gjatë, pastaj bëhet 35, 36, o burra ku ta gjeje, si ta gjej, është ftof, është talentis. Dhe martesa e vonshme ka probleme shumë të mëdha, faktikisht. Është një proverb arabe që thotë: kush martohet herët, i bëhet fëmia shok. Kush martohet vonë, i bëhet fëmia për shokët. Ta përsëris? Po e përsëris. Beqarët le të na bëjnë halal. Kush martohet herët, i bëhet fëmia shok. Kush martohet vonë, i bëhet fëmia për shokët. Takova njërin ditë ishte 45 vjeç. Thash, a ke fëmijë? Po. Thash, më ky 45 vjeç me novën do ta ketë fëmijën. E 21. A 22. Thash, sa e ke? Tha 4 vjeç. Llogarit e ky kur të bëhet 60, fëmia e tij sa do të jetë? 24. Ja, 19. Nëse për 5 vjet më afër. Do të thonë ky fëmia 19 vjeçar, a ka ç'a të bëj muhabet me babën 60 vjeçar për shemb? Si shkon me vëlla, ai baba shkes ato që të mundohet me majt veten e me tjerë muhabetin, shket botë tjetër. I thon 40 vjet diferencë vëlla. A kupton? Kjo është problem shumë i madh. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salam sa herë që shihte çuna të ri, tak na lojte. Thotë, "O çuna, kush ka mundësi për ju të martohet. Pra e ke mundësi, ti ka thënë Zoti mundësi, ke shtëpi, ke punë, ke, elhamdulillah, martohu çfarë pret?" Skapse me vonu, as tjem, as vajzat. Për problemeve shoqërore që gjejmë tek rinia, është problemi i dembelizmit dhe papunësisë. Sidomos në shtete si puna shtetit Zvicrës që edukon njerëzit me asistencë. E ka diçka atje. Kjo është vetvrasje halal quhet. Pse se thotë merr diçka, po ti kështu do të jetosh me dorën shtrinj gjithë jetën? A mendon se do të kesh grua, do të kesh fëmijë, do të kesh katandije, mendon që fëmia jote të jetë dikush në jetë, ti të bësh diçka që të lesh gjurmë në jetë, ku dëgjon etj. S'është normale. Nuk është normale dhe mos u arsyeto me fen. Ja po unë se jam musliman. Kujt po i rref këtu se je musliman apo si je musliman? S'do më ditë njëri. Po e bën e punën, ec përpara.
ose bën punën, thuaj jam musliman. Ma kanë pasë jam musliman. Prej problemeve që kanë bën probleme shoqërore është mos ecja në studime. Pra mjaftohet me shkollë mesme, e gje punën direkt edhe me kaq mjaftohen. Ndërkohë që musliman duhet të jenë bachelori, gjëja e fundit që duhet diskutohet në rrethin tonë të muslimanëve. Gjëja e fundit. Ta ndajmë punën me dekada, kjo dekadë në cilën ne jetojmë, nga viti 2010 le themi deri në vitin 2020, faza e fundit që në mesin e muslimanëve ka njerëz me bachelor. Me bachelor më valla, ç'e gjimnazi është Me bachelor do të thonë shkollë të lartë. Me shkollë të lartë. Dhe viti për shembull, le të themi 2020 deri në vitin 2030, faza e fundit që mos ketë më në mesin ton njëri me master, pa master me fjalë. Kështu duhet me ecë, a duam të ecim përpara, apo duam që gjithmonë të tjerët na drejtojnë. Shqip për shembull muslimanët ton, vëllezërit ton Maqedonë, gjithë ankohen shqiptarët e Maqedonisë. Politika, po nxjerr pa ti një model tjetër. Ky i tradhtoi, ky i preun bes, ky i tradhtoi, ky i preun bes. Gjithë u bën besa prerë. Prej këtu në kanë ardhur. Atëra ka alternativë tjetër, se më uqa, di më uqa gjithë. Gjën më të mirë që mund bëjmë ne si popull është më uqa. Më uqa me orare kina. Ora 4, gjithë duke qa. As gjithë gjotë duke qa, jo. Ke model tjetër zotni, jo. Vazhdo qaj, se erdhi ora 4. Fillo qaj prap. Me lën 4 më shenë ndryshime. Se në gjëjën, pavarësisht se në bo operacion nga vesht, në gjëjë gjënët. Mirë, e fundit fare që ka të bëj me problemet që kanë bëjnë me anën, si me thonë shoqërore të rinis, është humbja e konceptit të familjes dhe shetërisë familjes dhe e gjakut dhe farefisnisë. Sidomos në botën perëndimore, sidomos rinia e cila është në perëndim në Evropë etj etj. Se atje ke ne për shumë pak më ndryshe. Ka i dasëm, ka i fejes, ka i smunje, ka i diçka mblidhen gjithë, vinë gjithë, jo po qokat, jo po doratat, e ku dëgjon etj etj. Kurse këtu humbet kjo punë. E kjo është problem shumë i madh, sepse ka të bëjë me karakterin e njeriu. Njëri i cili nuk shenjtëron familjen, nonën, babën. Subhanallah. Zoti i madh xhenetin e ka bërë sa dyer. Sa dyer ka xheneti? 8 dyer. Në mes të dyerve të xhenetit, si ka emrin dera e mesit të xhenetit? El walidain, prindërit. A kupton ti që po i kënaqe prindërit, ke fitu xhenetin? A kupton ti sa i lehtë është xheneti, vallahi. Vallahi billahi për Zotin e Madh, nuk e them këtë fjalë me syfaqësi, as nuk e them këtë fjalë me kuptim metaforik. E them drejt për drejt, kështu siç po e them. Vallahi billahi xheneti është shumë i lehtë. Vallahi billahi. Për Zotin që s'ka zot tjetër për vështi. I kënaqe prindrit, i respektove prindrit, fitove kënaqësinë dhe uratën e tyre, vallahi e ke sigurt xhenetin. Vallahi billahi. Nuk është i vështirë vallahi xheneti, nuk është i vështirë. Puna është se xheneti ka nevojë për njerëz që janë këmbgulës, kanë vullnet dhe dëshirë. Dhe në më të lehtë se sa prindi vallahi s'ka. Për Zotin e mos ai do fort, ai ta bën halal. Ai me pak kënaqet i bëhet shefi. E njëri e cila nuk respekton moshën e vjetër, nuk respekton pleqnin, pra prindrit e tyre vallahi nuk ka hajër për asaj rinie. Pas prej kujt po flasim për rinin, se ne kështu kemi rënë dakord në fillim fare, që të gjithë do t'ja veshim rinisë sonte. E fundit fare, prej pikave, se tash jo më shumë se 20 minuta, kanë të bëjnë me çështjet e edukatës dhe të sjelljes. Çështjet kanë të bëjnë me moralin, që preket shumë rinia prej tyne. Për shembull, droga me të gjitha ndarjet e saj është sprovuar rinia me këtë pjesë shumë. Siç është për shembull rasti i hashashit.
Normalisht ne e dim shumë mirë se çfarë thotë Islami për këtë temë, por problemi është se në momentin që rinia bëhet e mvarur prej drogës dhe problemeve të drogës, nuk ka gjë më që e fut kontroll. Vetëm i gjë, feja dhe besimi. Për Zotin e Madh, di raste, njerëz që kanë kalu terapi, pastaj janë kthyr prapë. Dhe di raste të tjera që për Zotin e Madh ka filluar namazin për Zotin e Madh, sikur me e heq me dorë, ja ka largu Zoti i Madh, Allahu xhalla xhelalu. Pse? Se namazi të lidh me Zotin, edhe të gjitha ato vartësi që ti ke prej drogës apo prej hashashit dhe kundizioneve të tjera, lidhja jote me Zotin ti jep forcë dhe fuqi për të krijuar shkëputje. Se i robërohesh Zotit dhe fiton liri dhe pavarësi nga çdo gjë tjetër. Në momentin që nuk i robëruar mirë Zotit, krijo vartësi prej drogës ose prej alkoolit. Është problem tjetër. Po pse rinia? Sepse rinia po partit e takimet e shkollës, kundizionet e tjera dhe bëhet bie prek këtyre gjërave. Mënyra më e mirë për të hequr vallë është besimi. Për Zotin e Madh, nuk ka terapi më të suksesshme se sa feja dhe besimi. Falja e namazit, rënia me ballë në tokë, në sejdë e Zotit. Vallahi bilaj sikur më e largu me dorë për Zotin e Madh. Jo vetëm këtë problem, por çdo lloj problemi tjetër, siç është për shembull problemet e epshit, për shembull që has në to rinia, sidomos në rinia e cila jeton në vendet perëndimore, në Evropë. Çdo gjë është normale, njerëzit takohen, njerëzit rrinë, ku dëgjojnë tjetër, derisa shkoj puna në ekstrem. Shkon mashkulli me mashkullin, femna me femnën, ku dëgjojnë tjetër. Megjithatë këto sprovohen rinia më shumë se sa çdo kusht tjetër. Çfarë ilaçi ka? Ilaçi është duhet me kontrollu situatën, me marr situatën në kontroll. Sepse këto smundje pse vijnë ose për shkak të shoqërimit, ose për shkak të videove, për shkak të internetit, e ku dëgjon etj, gjë që e bën njeriu që të fillojë dhe të ndryshojë natyra e njeriu. Sepse Zoti më kur e ka krijuar njeriu nuk e ka krijuar me prirje të tilla. Dhe ky është një debat shumë i madh shkencor. A ka fajin Zoti për këtë punë, që dikush ndjen për gjininë e njëjtë, apo ka fajin vetë robi? Me shkencë është vërtetuar se nuk ka një gen në trupin e njeriu përgjegjës për këtë problem. Po kush e ka fajin? Vetë robi. Si shoqënia, muhabetet e ku dëgjon etj, ka përfunduar me prirje të tilla. Kush është ilaçi më i mirë? Lidhja me Zotin. Lidhja me Zotin, me Allahun xhël xhëra bën njeriu që të jetë shumë i fortë dhe të ketë fuqi për të shkëputur nga gjithçka. Prej problemeve që ne hasim në çështje që kanë bënë me rinin më shumë është problemi i vetkënaqësisë. S'ka shef pyesë, i di vetë gjitha, i kupton vetë gjitha. Edhe këtë probleme hasim ne si prindër, e hasin edhe shoqëria ku dëgjon etj. Vetkënaqësia, duket sikur di gjithçka ku dëgjon etj. Ndërkohë që në të gjitha shkencat që zhvillohet jeta, ka diçka që quhet përvoja e kaluar ose eksperjenca e jetës. O zotni, ti mund të lodhesh për diçka 10 vjet, ndërkohë që është dikush tjetër që është lodhur për këtë punë 30 vjet, dhe ti më mirë merr aty ku ka filluar ky tjetri, sesa ta fillosh vetë nga fillimi çdo gjë dhe pastaj mas 10 vjetësh dalësh në një përfundim që ka dalë dikush para kaq vitesh që ka punuar 30 vjet për atë punë. Vetkënaqësia. Të rinjt duhet ta kuptojnë se sado që mund të jenë të mençur, inteligjent, ku dëgjon etj, duhet ta kuptojnë se duhet që patjetër me pyet, ka pas rast tjetër se puna këtij rasti. Për të arsye Zoti herë pas herë thotë në fat të bëru merrni mësim. Po si merret mësimi, duhet me pyet, ka kaluar në një rast si ky rast apo jo. Me kaq inshallah taala unë dua ta mbyll duke thënë dia e dobishme, shoqëria e mirë, një familje konsoliduar, mënyra e duhur e menaxhimit të kohës dhe programimit të ditës, edukimi i hershëm, ruajtja mes përplasjes së brezave, të jetuarit në realitet, jo me ëndra, larg sa më shumë botës virtuale dhe të jetuarit në botën reale, mbështetja
në fuqit që i ka dhënë Zoti personit, jo mbështeten tjerët, janë të gjitha këto që unë i përmenda thjesht si pika, janë çelësi i zgjidhjes së atyre problemeve që unë përmenda më lart. Lusë Allahu në madh që të na ruaj neve, e të na ruaj fëmijët tanë nga të gjitha problemet dhe shqetësimet. Lusë Allahu në madh që të na fali edhe të na mëshiroj. Takimi e cila ju qetëson në zemë. Radio Bendim. www.radiobendimi.com